fundit. Ne dje kemi nisur dhe ne do e kemi konsideruar stin protestash. Pse? Kemi vetëm një qëllim. A ka moral më kjo band kusarësh të qeverisë? Po të ndodhte në një vend të Europës, minimumi një skandali të tillë, një skandal me përmasat minimale raport me këta, do kishte rënë gjithë qeveria. Atje nuk ka moral. Po këtu nuk ka moral qeveria. Këtu këta janë kacaviren, sepse tani po del pse kacaviren mas pushtetit. Sepse pushteti nuk e përdorin për qeverisë, e përdorin për të mbush thasët. Dhe dosja Balluku, ku është i zhytur i gjithi palloshi i gjatë, dhe dosja Akshit, ku është Gysi, Linda dhe Melinda, aty janë treguesit më domethënës se si e shohin shtetin narkosi dhe banda e tij, se si kanë qeverisur ata këto vite. Po. Nuk ishte bërë vaki, Ola, në asnjë vend të Europës që të merrej peng nga struktura shtetërore një biznesmen që pse se rivalizon kunatin e kryeministrit. Këto pengmarrje ne kemi parë vetëm në Venezuelë, në Meksik, në Kolumbi. Ja pra e gjithë kjo që kemi parë në dosjet e drejtësisë, dhe po ju them është maja e icebergut që kemi parë dhe kemi dëgjuar deri tani. Vërteton atë që ka thënë Sali Berisha dhe që kemi thënë ne opozitarët. Këtu kemi të bëjmë me narkoshtet. Okej, këtë ndoshta qytetarët janë të ndërgjegjësuar, por ne kanë reaguar. E kanë dëgjuar shumë herë këtë artikulim. Por ai reagimi i mbrëmshëm tregon që tashmë unë e thash në kryetarës që nxiti reagimin qytetar, patjetër e thash. Nuk mund të themi pse çfarë synoni ju? Pra, ju synoni teknike. Ju synoni qeverinë teknike. Absolutisht qeverinë teknike. Sa e mundshme është qeveria teknike? Qeveria teknike është rruga e vetme që ky vend të gjejë qetësi. Supozojmë se nesër bie kjo qeveri dhe organizohen gjërat për krimin e qeverisë teknike. Është e mundshme është pyetja apo jo? Pa as më të vogël diskutim. Si do realizohet ajo, se që të mbërim tek qeveria teknike prap do duhet të ketë një bashkëpunim apo jo me Partinë Socialiste. Ajo do të jetë një qeveri e përbashkët teknike, kështu? Po. Me teknicien do të jenë aty, jo politikan. Duhet një qeveri teknike. Sa e mundshme është kjo? Kjo është tërësisht e mundshme. Kjo është tërësisht e mundshme. Është e pamundur. Ju e dini që pala tjetër ka thënë që kjo është e parealizueshme. Ne nuk e pranojmë, gjithmonë e ka thënë. Prandaj ju pyes, teknikisht sa e mundshme është. Ajo që unë mund t'ju them, mos prisni ju që të thotë ata janë të mundur. Ne prandaj jemi në rrugë. Ne prandaj do dalim, do përshkallëzojmë protestat në gjitha format dhe mënyrat. Sepse ne kërkojmë, për sa kohë kemi tashmë mbështetjen e popullit, ne do t'i imponohemi narkosit. Pra ju do synoni rrëzimin e kësaj qeverie, apo jo? Po, t'ju sqaroj një gjë, po. Mos prisni që ai thot po. Sepse ditën që thot po, ai e di që ka firmosur fundin e tij. Po atëherë si do realizoni? Do të imponohet. Asgjë narkosit nga pushtetit nuk ta jep me dëshirë. Narkosit do t'i imponohet do detyrohet, thoni ju, që të pranoj qeverinë teknike. Kështu? Po, opozita dhe populli opozitar. Unë po ju a them. Sot nuk ka shqiptar që mendon që te tuneli Llogaras është Belinda thjesht. Jo. Jo. Te tuneli Llogaras sot është e vërtetuar qartësisht edhe në ato dosje. Edhe vajtje në Turqi, vizitën që bën në Turqi, nuk e bëri Belinda.